Bismillahirrahmanirrahim. Arafati fusha e mëshirës dhe kujtesës së njerëzimit. Në zemrën e Arabisë midis maleve të thata dhe ajrit të nxehtë të shkretëtirës trihet një fushë e bardhë, gjerën e quajtur Arafat. Nuk është një vend i zakonshëm, sepse mbi të qëndron një histori e shenjtë e vjetër sa vetë njerëzimi. Arafati nuk është thjesht një copë toke, ai është një kujtim, një stacion pendese dhe një dëshmi e mëshirës së pafundme të Allahut. Është vendi ku pejgamberi Muhammed, paqja qoftë mbi të, mbajti hutben e tij të lamtumirës, vendi ku miliona zemra shkrihen në lot çdo vit. Në ditën më të madhe të haxhit, dita e Arafatit. Tregimi i Arafatit nuk fillon me Muhamedin a.s., por shumë më herët, me babain e njerëzimit, Ademin a.s. Pasi ai dhe Hava zbritën në tokë nga xheneti, ata u ndanë për një kohë, endeshin në vende të ndryshme të kësaj bote të panjohur, të mbështjell me pendim e madh për njëri tjetrin, dhe për vendin nga ishin përzënë. Por në fund, me mëshirën e Allahut, ata u ribashkuan pikërisht në këtë vend në Arafat. Thuhet se aty u njohën sërish, prandaj vendi u quajt Arafat. Nga fjala Arafa, që do të thotë të njohësh, të ta'rif, përdoret në gjuhën arabe. A e njefti atë? Që nga kohë, Arafi mbeti simbol i pendesës, i faljes, i rikthimit. E për këtë arsye, Allahu bëri Arafatin pjesë thelbësore të haxhit. Pejgamberi Muhammed, paqja qoftë mbi të, tha: haxhi është Arafat. Nëse një haxh ose në një haxhi nuk qëndron në Arafat në 9 Dhulhijhe, nuk ka bë haxh. Kjo ditë është kulmi i pelegrinazhit, momenti kur çdo njeri qëndron para Allahut vetëm me veten dhe me mëkatet e tij. Kur Muhamedi a.s. bëri haxhin e tij të parë dhe të fundit, ai ndaloi në Arafat. U ngjit në një kodër të vogël që ndodhet aty, e quajtur Jebel Rahma, me mali i mëshirës. Nga aty mbajti hutben e lamtumirës. Ajo nuk ishte një fjalim, nuk ishte pra një fjalim i zakonshëm, ishte një testament hyjnor për njerëzimin. Në atë fushë, ndër të tjera, ai tha: O njerëz, dëgjoni me vëmendje, sepse nuk e di nëse pas këtij viti do të jem me ju në këtë vend. Ai foli për barazinë të gjithë njerëzve, për të drejtat e grave, për respektin ndaj jetës dhe pronës së njëri tjetrit, dhe për lënien e trashëgimisë së padrejtësive të epokës së ignorancës. Ai përmendi rëndësinë e Kuranit dhe Sunetit dhe paralajmëroi njerëzimin që të mos devijojnë pas tij. Mbi të gjitha, në atë vend, në atë ditë, Allahu zbriti ajetin: Sot ju përsosa fenë tuaj dhe plotësova mbi ju mirësinë time dhe zgjodha për ju Islamin si fe. Surja Maida, ajeti 3. Ky ajet shënoi fundin e shpalljes hyjnore, një kapitull hyjnor, por për mbylljen e Arafat. Por pse është kaq madhështor ky vend? Edhe pas ikjes së pejgamberit Muhammed a.s., sepse aty Allahu zbret mëshirën e tij në një mënyrë të veçantë. Në hadithin e Sahihut Muslimit, pejgamberi Muhammed a.s. ka thënë: nuk ka ditë në cilën Allahu liron më shumë njerëz nga zjarri se sa dita e Arafat. Ai afrohet tek ata dhe pastaj krenohet me ta para me lajk, duke thënë: çfarë duan këta? Në atë ditë zemrat thyhen, burrat dhe gratë, të moshuarit dhe të rinj qëndrojnë me veshjet e bardha, të zhveshur nga çdo dallim shoqëror dhe luten me sy të lagur e duar të ngritura. Ata e dinë se janë para një mundësie të rrallë, të fillojnë një jetë të re, të pastër nga mëkatet, sikur sapo të ishin lindur. Njerëzit qajnë në heshtje, i kërkojnë Allahut falje për çdo gabim, për çdo padrejtësi që kanë bërë. Toka e Arafatit bëhet dëshmitare për këtë pendesë, madje edhe ata që nuk janë me haxh mund të marrin një pjesë nga kjo mëshirë. Pejgamberi ka thënë: agjerimi i ditës së Arafatit i shtyn mëkatet e vitit të kaluar dhe të atij që vjen. Transmeton Imam Muslimi. E pra, edhe ata që janë mijëra kilometra larg, që haxhirojnë atë ditë me sinqeritet, përfitojnë nga drita e Arafatit. Por Arafati nuk është një vend ku mund të qëndrohet kur të duash. Është i shenjtë vetëm në atë ditë të caktuar dhe nuk lejohet adhurimi aty në ditët e tjera me qëllim të veçantë. Është si një takim i paracaktuar me mëshirën hyjnore, kohën dhe mënyrën që Allahu ka zgjedhur. Thuhet se në ditën e Kiametit njerëzit do të ngrumbullohen në një vend të madh për gjykim. Disa dietar kanë thënë se ngjashmëria e atij momenti me qëndrimin në Arafat nuk është rastësi, sepse ashtu siç njerëzit qëndrojnë në Arafat duke pritur mëshirën e Allahut, ashtu do të qëndrojnë nesër duke pritur vendimin e tij. Sot fusha e Arafatit është mbuluar me rrugë të gjerra, çadra të bardha dhe ujë të freskët për miliona pelegrinë. Por thelbi i saj nuk ka ndryshuar. Ende është vendi ku mëkatarët pastrohen, ku zemrat afrohen me Krijuesin dhe ku njeriu e kupton se është i vogël, i dobët dhe i varur tërësisht nga mëshira e Allahut. Çdo vit në atë fushë të bardhë përsëritet historia e pendesës së Ademit, e mëshirës së Allahut ndaj robëve të tij. Dhe mesazhet e fundit të Muhamedit a.s. se çdo vit Arafati thret: e jani o njerëz, këtu ka mëshirë, këtu ka falje, këtu është rikthimi juaj. Kjo është arsyeja pse Arafati ka mbetur dhe pra do të mbetet në pelegrinazhin e haxhilerëve, të cilët qëndrojnë në Arafat duke bërë lutje dhe duke ju lutur pra Allahut për falje, mëshirë, udhëzim e begati.